Porositi një vrasje të mbetur në tentativë për motive gjakmarrjeje. 34 vjeçari dënohet me 25 vite burg. Specialistët për hetimin e krimeve të rënda në DVP Fier ekzekutuan vendimin e gjykatës së Fierit, e cila e dënoi me 25 vite burg për veprën penale vrasja në rrethana cilësuese e mbetur në tentativë shtetasin Lajert Hasalla, 34 vjeç, banues në fshatin Garunjas, Lushnjë. Ky shtetas ndodhej nën masën e sigurisë arrest në shtëpi, pasi dyshohej se kishte porositur vrasjen e shtetasit MH në vitin 2023. Nga hetimet rezultoi se shtetasi Lajert Hasalla kishte paguar shtetasin MM, 31 vjeç, aktualisht i dënuar, i cili ka qelluar me armë zjarri në drejtim të një automjeti me qëllim vrasjen e shtetasit MH. Si pasojë të shtënave, mbeti e plagosur shtetasja BS, e cila udhtonte në të njëjtin automjet me shtetasin MH. Kurse specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin RB 45 vjeç banues në Fier dhe BM 37 vjeç banues në Roskovec, pasi drejtonin automjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një shtetas 15 vjeç, pasi duke drejtuar një motomjet, pa leje drejtimi ka përplasur një automjet me pasojë dëme materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Fier arrestuan shtetasin EH 36 vjeç, banues në fshatin Zhupan, pasi ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprimet të mëtejshme.